Një rikthim i ngrohtë dhe i ndjerë ishte ai poetes Rita Petro në Shkodër, ku në një mjedisin tim u prezantua vepra saj më e fundit poetike, Poema e mungesës, libri sjell në vargje ndjesitë e mungesës dhe vetmisë, të trajtuar në të gjitha dimensionet e tyre njerëzore. Autoria shkon përtej rrafshit personal, duke ftuar lexuesin në një bashkëbisedim të hapur mbi lirinë, vdekjen, bukurinë natyrale dhe artificiale, si dhe forcën e pushtetit. Mungesa në të gjitha kuptimet, në të gjitha planet, madje edhe mungesa që kisha kohë pa ardhur në Shkodër, sepse ne si njerëz na mungojnë edhe njerëzit të cilit na kanë ikur dhe që vërtet i kujtojmë me madh, po gjithë problemi është e sfida si ta pranojmë ikjen e tyre, sidomos kur ikin përgjithmonë. Dhe pastaj janë edhe tema tjera, tema e vetmisë së njeriu, vetmia në kuptimin që ti mbetesh vetëm, pra në atë kuptimin shumë dimshëm, por dhe vetmia si paqe, që njeriu ka nevojë të jetë vetëm me veten e vet, të reflektojë, të ndryshojë. Kur krijohet besimi, përgjegjësia është më e madhe, sepse ata fillimisht nuk e dinë se si do të jetë libri. Dhe kur e marrin pastaj dhe ti merr ato përshtypjet e tyre që më thon kemi gjetur veten, dhe në fakt nuk është vetëm poemë e mungesës, por është edhe poemë për dashurinë e jetës. Rikthimi i Rita Petros në Shkodër u prit me interes nga të pranishmit, duke kthyer këtë mbrëmje poetike në një takim të veçantë mes fjalës dhe emocioneve.